Diamira, 26 vjeçë, jeton në Greqi, është martuar në moshën 19 vjeçare dhe ka një djalë 6 vjeç. Është studente për gjuhë të huaja, punon. Ka fëmijë dhe përpiqet të ndihmojë familjen në Shqipëri, edhe pse ka të vështirë financiarisht, se ka sfida personale thotë të mëdha. Por ajo ndjen barrën e përgjegjësisë për të gjithë dhe pikërisht ajo që sapo theti, nuk do të Diamira, e ka shumë të vështirë të vendosë kufi. Diamira, je në linjë? Po, ju dëgjoj. Përshëndetje, Dalina. Përshëndetje, Diamira. Më thuaj, pse ke vështirë të vendosësh kufi? Se thua që je mësuar të jesh e forta shtëpisë. Pse je ti e forta shtëpisë? Çfarë shtëpi e ke që dole ti më e forta? Në fakt, duke qenë fëmija më i madhe dhe duke pas një marrëdhënie të them të shëndetshme me prindrit, gjithë se doja me ta jepja mendime, ma vlerësonin fjalën, edhe gjithë ai kohë sikur më rrit pak vetbesimi, unë ndjeva e përgjegjshme, më e madhe, më e pjekur, edhe doja ta ndjeja të përgjegjësinë, të isha gjithmonë pranë tyre, të isha krah. Edhe vazhdo sot edhe besoj deri gjithë ka ndryshuar, që veç se sa është forcuar kjo detyra për të qenë pranë tyre, për të ndihmuar. Shiko, Diamira, unë pash këtu që ti je nën e një djalit vogël, 6 vjeç, me kërkesat e veta, se ne dim shumë mirë se sa shpenzime kanë fëmijët. Je studente edhe punon. Pra ti ke një ditë të zënë komplet, apo jo? Shumë të ngarkuar. Shumë të ngarkuar. Dhe ndërkohë, ndihmon financiarisht dhe familjen. Me raste, mund të them, për këtë pjesë, prap nuk dihem se po bëj aq sa duhet, është diçka shumë e vogël dhe me raste, domethënë në vit 2 herë, por prap mundohem. Duket sikur akoma nuk jam në atë pikën që do doja unë të jem. Megjithatë, më fal, ti nuk dihesh në pikën që do doje të ishe ti në marrëdhënie me familjen apo me veten, me ato gjëra që ke vendosur vetes? Se këtë se kuptova. Çfarë? Duke nisur tek pjesa personale imja, që të jem e realizuar në familjen time, të jem e zonja me profesion, me karrierë, dhe krahas kësaj, të jem edhe një ndihmëse e madhe për familjen time që kam në Shqipëri. Domethënë të dyja këto ecin paralelisht. Ka qenë gjithmonë një dëshirë imja që të jem si për familjen që kam krijuar të re, sepse normalisht është shumë e rëndësishme dhe kërkon që unë të jem prezente fizikisht dhe moralisht, shpirtërisht nga të gjitha anët, financiarisht po ashtu, por të tjerë të afërt të kanë kërkuar vetë, kanë qenë ndonjëherë të drejtë për drejtë me kërkesat e tyre ndaj teje, për gjëra që mund t'i sillin nga jashtë. Në fakt prindit e mi jo, nuk ka ndodhur kurrë që të kërkojnë diçka apo të më kenë kërkuar ndihmë në ndonjë rast. Në shumë momente e kam kuptuar që mund të kenë pasur një nevojë se diçka specifike dhe kam reaguar vetë, por edhe në këtë raste kur unë kam qenë për ta, gjithmonë fjala e tyre ishte që nuk është e nevojshme, do të fokusohesh tek jeta jote, tek familja jote, ke shumë punë dhe detyrimet e tjera, sa gjithë vëmendja jote do të jetë te familja e re që ke krijuar. Ne do ja dalim kështu edhe kjo është përgjigjja që marr gjithmonë dhe vazhdimisht në fakt. Prindrit i ke në punë apo i ke pensionist? Po, punojnë të dy, janë të rinj, punojnë të dy. Punojnë të dy. Shumë mirë. Po familjarët e tjerë, motra vëllezër ke shumë të vegjël apo janë se ti je 26 vjeçë, kështu që po, motrën është 2 vite më vogël se unë, vllai është 19 vjeç, edhe po ndaj tyre ndjen ndonjë detyrim për shembull ndaj motrës ose vllajt që ke 19 vjeç? Në fakt secili plotësojnë nevojat dhe kërkesat e tyre vet, por më pëlqen që të jem me dhuratë apo diçka, gjëra të tilla, domethënë, cilat më duken më shumë i kam si kënaqësi shpirtërore që i ndjej pikësisht tek vetja kur jam për ta, si motër e madhe. Shiko, Diamira, ka diçka këtu që do të jem e sinqert. Kur ne hedhim tema në Instagram, njerëzit nuk shkruajnë kot. Pra, duan të thonë diçka, të komunikojnë diçka. Ka njerëz që na shkruajnë neve dhe rrugës kur flasim në telefon, duke qenë se shpesh janë gjëra shumë emocionale, shumë të shpirtërore, është familja në mes, edhe duan që si thua ti retushojnë apo të zbukurojnë gjërat. Dhe unë nuk dua të vë ty në pozitë për asgjë, por gjithmonë jam kurioze kur ka njerëz që telefonojnë dhe pra kur ne hedhim kur
kur ne hedhim historinë e hedhim shumë të qartë, pra marrëdhënia e familjes me emigrantin, lodhjet, ndjenja e fajt, pra janë shumë gjëra, janë shumë pyetje që ne hedhim. Dhe pastaj kur ju na shkruani neve, na shkruani sepse pikërisht ju ka ngacmuar ajo pyetje që kemi hedhur ne apo ato pyetje. Dhe pastaj ndodhi vetëm me ty, por mu të ndodhe me mua, ndodh me shumë njerëz që pastaj kur përballen në studio me zërin tim apo të Jonës dhe kur fillojnë mendojnë ngarkojnë mendjen e tyre me faktin që mund të dëgjohen ose dhe në qoftë se ne i ndrojmë emrin të tëra anonimati, është në mendjen e tyre ideja që po flasin me zë të lartë për prindrit, po flasin për gjakun e tyre, bëhet e vështirë dhe fillojnë edhe e bën një histori shumë fillojnë e zbusin. Tashi në rastin tënd, ajo që po më thua ti mua, unë këtu nuk gjej arsye, pra prindrit të thonë të shtyjnë që të ecësh vet, motra dhe vllai i bëjnë gjërat vet. Unë këtu nuk po shoh një arsye se pse ti telefonove sot. Pse kërkoje të flisje? Pra ka diçka që të mundon ty. Ajo është ajo çfarë dua të gjej, përtej historisë së mrekullueshme që realisht e uroj dhe jam shumë e lumtur që e ke, dhe i me fat që e ke, dhe këto prindër që nuk duan asgjë nga ty, po të shtyjnë të bësh më të mirën për veten tënde, por çka ka diçka? Pse erdhe ti sot tek My Show? Në fakt, unë kam shumë të shenjtë lidhen me familjen, edhe për mua, që ta flas këtë dashurinë të pastër që ndjem, këtë ndjenjen apo dëshirën për qenë përtak, kënaqësinë e madhe që unë ndjej për qenë gjithmonë aty, e trumbetoj gjithmonë. Unë bisedoj edhe me motrën time, gjithmonë, nuk ka ditë që nuk kalon që nuk bisedojmë për gjëra të tilla, për familjen. Edhe është një ndër gjërat aq të forta në jetën time, aq të rëndësishme, sa nuk di si as ta përshkruaj dot me fjalë. Dhe kjo ishte arsyeja që unë doja t'i jepja për një realitet që unë kam të përditshëm. Madje edhe kur i tregova bashkëshortit tim për këtë intervistën dhe bisedën që pata dhe me Elonën, ai buzëqeshi dhe filloi të listonte të gjitha të gjërat, tregoi thoshte për këtë, tregoi për atë, tregoi për këtë të tjera. Domethënë gjitha këto gjëra që ishin vërteta, në fakt po janë thjesht disa gjëra konkrete të disa momenteve që unë kam menduar për familjen apo për këto. Edhe në fillim i thash që mos ndoshta po tregoj një anë pozitive dhe ndoshta nuk është ky thelbi, nuk është kryesorja, nuk e di po jo, shiko, mos më ke kuptuar, nuk është thelbi këtu që tregojmë anën negative familjes. Po emigranti ka shumë lloj emocionesh. Ka emigrant që ndjen sikur kanë detyrim, ka dhe një ndjenjë faj, është një ndjenjë më e thjeshtë e faj që je larg. Fakti që dhe sidomos se unë do ta lexoja pak më vonë, po e them tani dhe do ta rilexoj, statistikisht femrat janë ato që kanë ndjenjën e faj më të madh kur largohen. Domethënë është bërë studim për këtë. Kështu që statistikisht ti je një nga ato femra që mund ta kesh të ndjenjën e fajit, që kur mbyllet ai telefonin mbasi keni bërë atë dialogun dhe vazhdon jetën tënde, shpesh herë duket sikur nuk je e plot në atë jetë, sikur ke lënë një gjysmë andej. Prandaj thash nuk ka rëndësi, mund të jetë një histori shumë pozitive, po janë ndjesitë tua që unë doja që të dhe Jona po hon me kokë gjithkohë, sepse Jona është dhe më eksperte se mua ato ndjesitë që të doja shumë të dëgjoja nga ty, siç dua ti dëgjoj nga çdo imigrant. Ato që s'po vinë. Kjo është në fakt. Ekziston në fakt kjo ndjesia e fajit, kjo mungesa, kjo boshllëku larg këtyre sigurisht është i përditshëm, është gjithmonë dhe është një mungesë që nuk përmbushet dot kur je larg fizikisht, pavarësisht se telefonatat janë të mundshme dhe tani në këtë kohë që po jetojmë realizohen këtë kollaj, por ndodh që është këndjesia, largësia, duket sikur i ke braktisur, sikur i ke lënë vetëm dhe ndoshta pikërisht vjen, po mendoj tani, më vjen ky mendimi, edhe kjo dëshira për t'i dhuruar apo për ta nga ana financiarisht, sepse duket sikur ndoshta nganjëherë mbush këtë boshllëkun e mungesës fizike, mendoj mund të jetë edhe kjo. Por ndjenja e fajit e largësisë ekziston shumë edhe. Ndoshta ne vajzat, siç e the, kemi shumë seksuar, se jemi më të lidhura, jemi më të brishta, më ndjesore, e kemi këtë ndjesim. Si unë do të pyes nëse në familjen tënde kanë qenë sinjale që të kanë bërë ty të marrësh të rol kur ke qenë në shtëpi. Pra ke pasur ndoshta sinjale, ke parë tek ata dëshira, mungesa, frikra, nëse fëmijët largohen, ose dëshira, siç e thash, për të plotësuar në të ardhmen. Do të thënë, ti dëgjoje këto si fëmijë dhe më pas kur largove, fillove ti mendoje për t'i plotësuar. Ishin këto sinjale se po të drejtoj ndoshta më shumën, por ndoshta ti nga eksperjenca jote mund të japësh diçka.
Po, në fakt e vetmja dëshirë e prindërve të mi ka qenë që ne të mos iknim nga Shqipëria, kjo ishte shumë e madhe në fakt. Ndërsa të tjera nuk kujtoj do që të jenë adresuar, nuk e di nëse e ke fjalën që ne të punojmë dhe të ndihmojmë dhe ata me rritjen tonë, por e vetmja gjë që ishte shumë e fortë ka qenë që ne të i rrinim në Shqipëri dhe të jemi pranë tyre fizikisht. Kjo ishte po. Dhe si kur u largove pastaj çfarë ndodhi me ta? Domethënë ishte pjesa e pranimit. Të them të drejtën, ata nuk më kanë shprehur konkretisht, por unë kam kuptuar edhe nga të afërm të cilët janë shprehur, për shembull edhe e kam kuptuar që ikja i ka lënduar edhe normalisht është e rëndë edhe babi im shpeshherë thotë që kurbeti dhe emigrimi është një plagë aq e fortë sa njeriu nuk mësohet dot kurrë. Ai e ka provuar vetë në një moshë shumë të re, pavarësisht se bënte pastaj lëvizje, nuk jetoi këtej. Ai erdhi kur ishte 14 vjeç, por nuk jetoi, thjesht e kishte për arsye pune. Por e thot shumë herë që është një është shumë e fortë edhe. Ndje duke mbushur të boshllok. Domethënë vazhdimisht. Ndoshta është edhe kjo. Tani që po e mendoja më erdhi kur po flisja, mund të jetë edhe kjo. Boshllëku i largësisë, distanca që të lëndon fakt edhe. Më bëri përshtypje diçka që e the, që aq shumë e ke të rëndësishme kontaktin me familje në vend, sa vjet ke në Greqi? 7 vite. 7 vite. Janë goxha, se ke kaluar 3 vitëshin e parë, domethënë që jeni faza që je përshtatur e tani jasu edhe në gjumë, je mësuar atje. Po më bëri përshtypje që aq shumë është kjo lidhja edhe mendimi për prindrit, saqë edhe i bashkëshorti e ka vënë re. Bashkëshortin e ke shqiptar apo grek? Shqiptar, po. Shqiptar. Pra e ka vënë re edhe ai, pra është diçka që bie në sy. Se të thot ai, pra të thot ai që kur dalësh në program fol, thuaj edhe këtë, do thot që ai ka vënë re diçka që ai ndoshta ai ka prindër, ku i ka prindrit ai? Edhe ai emigrant apo jeton aty? Jetojnë këtej në Greqi, po. Jetojnë, kështu që ai se kupton këtë gjë. Po. Jo, nuk e ka provuar në fakt që të jetoj larg tyre. Po ai për shkakun si e shef këtë merakut tonë për prindrit? E sheh si një gjë për të qeshur apo diçka që e merr lehtë apo ndonjëherë si thua ti i ke dhënë më prioritet prindërve dhe ky është ndier më i përjashtuar? Ka pasur raste të tilla apo? Në fakt, të jemi sinqertë, e kam mirë kuptuar. Në fillim nuk e shpreja dash, domethënë mbaja për brenda atë mungesën edhe mallin e madh. Njerëzit më thonin këtu, të them të drejtën, marrësan dhe bashkëshorti që normalisht duke dëgjuar të tjerë që do mësohesh, njeriu në fillim e ka të vështirë, por pastaj gjithë janë mësuar. Edhe nuk u mësova kurrë në fakt, vetëm sa erdhi të kushtuar ajo ndjenja dhe do të thënë unë u përshtata me jetesën, ishte domosdoshme që të përshtatesha me shkollën, punën, është gjuhën gjithçka, domethënë me kulturën e këtyre, sepse sa ato që kemi të disa ngjashmëri ka dhe gjëra që ndryshojnë. Patjetër. Edhe por me këtë ndjenjen e mungesës nuk më mësova dot. Të them edhe një episod në fakt të shkurtër. Djali im e flet shumë mirë shqipen, edhe i pëlqen shumë Shqipëria. Unë vi shpesh në Shqipëri. Dhe nuk dyshoja. Më fal, nuk dyshoja, do të pyesja dhe nuk dyshoja që ai do dinte shumë mirë shqipen. Okej. Edhe është shumë i dhënë pas Shqipërisë. Unë vi shpesh edhe djali është mësuar andaj edhe në shkollë djali im e kanë vënë re që prirët më shumë nga Shqipëria dhe edhe shpreh nga njëherë mendimin që në Shqipëri kam shumë shok, kam shumë miq, kënaqem kur ik atje. Edhe kur po flisja me psikologin e shkollës, se bëjmë nga njëherë takime duke folur për historinë e fëmijës, edhe më thoshte ajo që djali e ka këtë dëshirën për Shqipërinë, pikërisht sepse zemra jote është në Shqipëri dhe është atje. Pra ju të dy jeni të lidhur dhe fëmia është sikur e ke ti atë ndjesinë e ka dhe djali, pra e keni shumë të ngushtë të dy. Dhe nëse ti nuk shkëputesh nga atje, edhe djali do e ketë vështirë që të ambientohet 100% me jetesën këtu dhe gjithçka që po jeton këtu. Do pyes edhe për frikën, cila është frika jote më e madhe? Që shoqëron në raport me familjen gjithmonë. Humbja e tyre është më e madhja që nuk e mendoj, por nuk e mendoj sepse nuk dua që të rrim aty idenë dhe ta shqetësoj veten, por është humbja e tyre dhe mos prezenca ime sa duhet, duke mos kaluar kohë me ta sa duhet është
Si është Diçka që më reagimi lëndon yt shumë kur për ta ato menduar. sëmoren? Me thënë të drejtën, e ndjej shumë edhe ndihem sikur nuk jam aty kur duhet. Edhe ndihem faj në fakt, që ndoshta si Po në fëmijë nivel duhet të jem për ta. shqetësimi, në nivel shqetësimi si është? Domethënë ti shqetësohesh në mënyrë siç themi ne ndonjëherë histerike, ndoshta e kalon, e shikon dhe veten që po shqetësohesh më shumë se ç'duhet ose ta thon. Uh, Unë jam natyrë në fakt shumë e matur që emocionet edhe ndjesitë si pozitive negative i mbaj për brenda dhe përpiqem që të mos i shpreh me fjalë zakonisht, por i përjetoj shumë ekstremisht çdo lloj ndjenje e përjetoj në mënyrën më të lartë edhe ndoshta e shpreh duke përjetuar ndjesi si mbyllje, duke mos ndjer kënaqësi në gjërat këtu dhe sepse mendja ime dhe fokusi është tek prindrit. E kam tepër thelbësore marrëdhënien me ta. A të ka ndikuar kjo te familja jote? Shqetësimi i tepërt, lidhja e tepërt? Nuk di ta them nëse ka ndikuar, se përpiqem që t'jap maksimumin tim edhe tek familja e re që kam krijuar edhe të jem 100% si për djalin, si për bashkëshortin, si për gjithçka tjetër të përditshmërisë. Mundohem që atë që bëj ta bëj duke dhënë maksimumin nga vetja, pavarësisht se pjesës tjetër që I bëj këto pyetje sepse vëre ose më shqetëson fakti në disa marrëdhënie ku lidhja është në një formë varësie, pra krijohet një lloj varësie me familjen shumë e madhe dhe pse ka dashuri si element thelbësor, ka një lloj frike që zhvillohet paralelisht me të shumë të madhe, sa domethënë fillon të bëhet një shqetësim i pazakontë për personin, nuk mundet as të punoj qetë, nuk mundet as të jetoj qetë, ndjesia e fajit është shumë e madhe nga mosprezenca në momente të vështira të familjes, edhe kjo kthehet në një lloj shqetësimi të përgjithshëm më pas në jetën e personit. Prandaj e cilësoj që edhe në marrëdhënie të shëndetshme ka këto pasoja, domethënë nga varësia që krijohet me familjen. Po, shumë e saktë. Në fakt, kur kishim ca leksione në universitet me profesorin e psikologjisë, sepse bëjmë dhe psikologji, po na dha një shembull në fakt, dhe tha që do merrni një letër edhe ta shkruani stresin dhe anktin, depresionin që përjetoni ju, stresin në përgjithësi. Edhe do merrni atë letër, në sa dhe futen në xhep. Pasi bëm orët e leksionit në fund, sa e kujtuat letrën që kishit aty, disa thënë që po, disa e prekëm një moment, ndërsa unë e kisha harruar që e kisha aty dhe në momentin që ai e kujtoi, e kuptova që e kam aty akoma. Edhe tha, pikërisht kjo është marrëdhënia që keni ju me stresin, me shqetësimet dhe vështirësitë që ndjeni zakonisht, me ato mendimet shqetësuese që keni. Edhe është shumë e vërtetë, sepse është e tillë edhe marrëdhënia që shqetësimi që ju sapo shprehet gjithë çfarë analizuat, që unë vërtet e jetoj përditshmërinë, por është si puna se letrës që thash, edhe kjo pjesa stresuese, malli për familjen, shqetësimi, frika për ta, është aty brenda dhe në momentin që ngacmohet pak nga mendimi, ajo del aty në pah edhe shfaqet e gjitha, përjetohet e gjitha. Se më vjen keq se ju bëni kaq shumë, domethënë investim emocional, investim edhe kontribut që mendoni në të ardhmen. Dhe nga ana tjetër duket sikur është më e madhe kjo pjesa e fajit, e braktisjes. Domethënë duket sikur jep rëndësi më shumë pjesës tjetër sesa asaj që ti realisht bën. Edhe kjo gjë ndodh tek shumë persona. Po, në fakt e kam natyrën që i përjetoj ndjesitë më tepër se sa duhet. Edhe ndjesitë pozitive dhe negative i përjetoj dhe i analizoj në mënyrë, jam një overthinker edhe e di që s'është gjë e mirë, por se ndryshoj dot. Ndoshta duke i dhënë rëndësi pjesës tjetër, asaj që është edhe realiste, them unë, pra ti vërtet po investon emocionalisht tek shqetësimi që po tregon për ta. Ndoshta vetja mësohet, është fleksibël, domethënë mendimet mësohen, ashtu siç i drejtojnë, marrin një rrjetë dhe ndjekin më pas atë qetësinë që ti dëshiron të kesh brenda vetes tënde. Dhe këtë ja transmeton edhe djalit, edhe në familjes tënde që e ke kaq shumë me shqetësim. Kështu që varet këtë drejtim marrim në situata të caktuara, jo se nuk mundem ta bëjmë këtë.
Do thënë është një limit mendor që i vendosim ndonjëherë vetes se sapo e tha që nuk është. Mendon se në rastin e Diamirës, fakti që ato janë prindër që unë mund ta thoja thjesht të urtë, prindër të mirë, edhe që nuk ka krijuar asnjë pengesë, që okay, kanë atë pengun që kalamajt ikën jashtë, por nuk është se janë marrë, ja kanë vëshuar këtë gjën. Pra, ndoshta kjo është shumë e vështirë dhe gati e pamundur, sepse në qoftë se bën një listë gjërash, arsyeja pse unë duhet të shkëputem dhe të mos kem të lloj stresi nga kjo lloj varësie, dhe arsyet pse unë gjithsesi duhet të jem me ta dhe ta vazhdoj këtë varësi, mos duhet ndonjëherë arsyet që ta vazhdoj të varësia më të forta? Po, domethënë nëse ne i specifikojmë, i bëjmë edhe ndonjëherë me shkrim, është terapia shkrimi që është shumë e fuqishme, që ti e shikon vërtet se çfarë mendon, edhe aty jep një vlerësim tjetër, mund të jetë një nga rrugët që ndihmon. Po nuk e di pse më erdhi ndërmend ndërkohë që e the këtë, pra e familja urtë, ndonjëherë familjet e urta që ti thon bëje siç e dëshiron jetën, po sidoqoftë krijojnë hapësira ku fëmia mund të gjejë prapë pasiguri. Pra do të thotë që nuk është të krijojnë, shiko, edhe prindër të mirë të krijojnë një ndjenjë faji të jashtëzakonshme. Shumë. Pra i lën gjithmonë hapësirë, do të thotë që marrëdhëniet janë komplekse. Prindërit e mirë dhe të urtë ose prindër realisht të pastër, për shembull unë do thoja për babain tim këtu, çdo gabim i yti duket shumë, duket si, po ta the figurativisht, duket i zi, të bën ty të zezë përpara ti. Sepse ti ke këtë imazh në kokë, ti nuk e njeh babin, prindin, ti e njeh prindin aq sa ke parë prindin, aq sa të është dhënë, aq sa çka ka folur mami për prindin, çka ke parë ti për babain. Dhe çdo gjë që bën ti që është jashtë pritshmërive, të cilat ai nuk ti ka thënë bë këtë, pa i ka treguar edhe me i ke nënkuptuar. I ka nënkuptuar. Më bë mua të ndihem si shumë sikur nuk e meritoj babain. Më ka bërë mua her pas here në jetë sikur nuk e meritoj atë baba. Ose dhe ai edhe kur nuk jetonte më sikur e ke kuptuar më vonë këtë gjë apo? Po e kam kuptuar dhe kam ndier edhe kur ai ka qenë në jetë, kur kam qenë jashtë, domethënë gjërat që bëja, për shembull, okay, babi im më mbështeti, më paguan shkollën, unë e gdhiva natën duke pirë, kupton? Dhe gjithmonë më dilte babi. Dhe ka qenë, dhe kjo ndodh shumë emigrantëve. Kam folur me shumë emigrantë të Shqipërisë, të cilët kanë pasur të tilla marrëdhënie me figura autoritare të babait, që i kanë mbështetur, se babai kryesisht ka pas mundësinë financiare për ta çuar në vitet 90. Dhe e kam pasur të ndjejnë faje shumë të madhe. Qoftë edhe me të shtonin dozën e alkoolit, qoftë mos shkonin në shkollë të nesërme, babi ka paguar lekët, babi është marr, babi im ka shkuar me i palpuc 4 vjet në shkollë, dhe ja ku je. Pra ishte një fjali shumë e gjatë, një fabull që unë ja rrëfeja vetes gjithkohës, pra si zëra. Mendoj se na ndjek gjithmonë ajo ideja sakrificës që kemi kultivuar prej shumë kohësh edhe nuk e dim kur do merr fund. Gjithon prandaj te Diamira është e çuditshme se Diamira kishte një histori që unë ndërpreva dhe i thash, historia jote është okay dhe nuk po na thua gjë, po ndërkohë kur filloi të fliste pastaj unë u preka dhe më dole lot nga syt, u preka realisht sepse ishte pikërisht mënyra se si fliste për prindrit dhe për faktin që kanë mbështetur dhe unë pash tek prindët e Diamirës, prindët e mi. Dhe pastaj ndjeva edhe këtë ndjenjën e fajit që kam ndier unë. Absolutisht jo në pozita të ndryshme, se unë isha vetëm studente, Diamira ka dhe familje, por që është ai ndjenja e fajit dhe ekziston edhe tek prindrit që të mbështesin, dhe është shumë e fortë edhe ajo. Në qoftë se ti je njëri me ndërgjegje normale, kupton? Edhe këtu kuptojmë se si ne duhet të investojmë te krijimi i besimit akoma më të fuqishëm se sa edhe një familje e urtë, e mirë, siç i dhan këto konotacion, mundet të krijojë këto hapësira që fëmia zhvillon prap mosbesim, prap ndjesi faj, prap ndjesi braktisje, apo të gjitha ndjesit që e shoqërojnë për një kohë shumë të gjatë dhe nuk heq dorë, domethënë bëhen monotone tek jeta e tij. Kështu që mendoj se duhet ti prej kësaj del diçka vërtet shumë e bukur, sepse kuptojmë se kemi akoma mundësi ta përmirësojmë edhe më shumë. Pra nëse duam që fëmia jon të rritet me vërtet me besim të plot, i jep një lloj sigurie shumë të madhe. Më thënë në rastin e parë që ne folëm pak më herët, ishte ajo momenti që nuk kishte besim, pra kur e pyetëm çfarë ke nevojë, kam nevojë për besim, që prindit më besoj. Është kaq e rëndësishme, domethënë dhe kjo. Dhe por besimi duhet të jetë edhe i brendshëm, jo vetëm i jashtëm që ne na japi dikush, na e konfirmoj që kam besim tek ty. Po ky besim i brendshëm rritet sepse ti ja krijon kushtet kur është fëmijë që ta merr këtë gjën. Tani Diamira ti ke çunin sa i kishte 6 vjeç? 6 vjeç është po.
Po, tani Diamira do marr leksione nga marrëdhënia që ka ndërtuar me prindrit për të ndërtuar atë marrëdhënien e besimit ndoshta Me fëmijën me e fëmijën, vet. po. Po, mos Që ti kalon frika, sepse besoj ti nuk do ndihesh e mirë nëse fëmia jo do shqetësohej kur të rritet për ty, në mënyrën si të shtish shqetësohesh për prindërit e tu. Shumë e vërtet kjo, dhe në fakt shumë herë përpiqem që të mos ja jap këtë ndjesia, po këtë mënyrë, sepse e di që më vonë do e përjetoj dhe nuk do jetë mirë që edhe unë ta shoh djalin tim të mërzitet, të lëndohet apo Gjetëm një motivim për ty për të ndryshuar sjelljen. Motivim apo mendime të tilla gjë përpiqem çdo ditë mendoj për të shpeshherë të ndryshuar edhe ca perceptime të ndryshme që kam për jetën apo për veten, kornizat apo limitet që i vën vetes, edhe është e vërtet në fakt, po nganjëherë kur i vën në praktik sikur duken aq të vështira. Në fillim se pastaj Dhe sidomos e prindrit e mrekullueshëm që ti thua se ke, dhe unë e shoh edhe nga zëri yt dhe nga fakti që flet gjithkohës me një buzëqeshje, se dallohet kur zëri është i buzëqeshur, që je mirë, je qetë dhe ke paqe, edhe unë turoj sa më shumë mirë në jetën tënde dhe shëndet prindërve të tu, jetë gjatë. Falenderoj shumë. Në çdo lloj rasti, vetëm mba mend diçka që sa kohë kemi prindrit, e rëndësishme është të kemi kaluar shumë mirë me ta gjithmonë, kështu që ato pjesa tjetër pastaj ndjenjës fajit mund të dali, po të jetë sa më e shkurtër, kështu që ti po bën maksimumin dhe mjaftoj që keni kaq dashuri mes njëri tjetrit. Të falenderoj shumë Diamira. Edhe unë të falenderoj shumë për mundësinë që më dhe. Ishte një bisedë shumë e këndshme dhe të uroj shumë suksese për emisionin. Je vërtet shumë e zonja, sinqerisht. Okej, faleminderit. Unë nuk e dija që do prekesha sot. Mu duke do ishte emisioni më i ftohtë për mua. Emigrantë dhe familje, thash unë shnes jam emigrante. Edhe u preka nga Diamira, pikërisht nga Diamira.